Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku fillimisht ju drejtua sahabiut të nderuar Abu Hurajres me këto këshilla, që ai të punojë me to dhe t'ia përcjell atyre të cilët mund të punojnë me to, ku i dërguar i Zotit pra i drejtohet dhe i thotë: "Men ya'khudhu anni hadhihi al-kalimat", kush i merr prej meje këto 5 këshilla, vepron me to ose ja përcjell atij i cili vepron me to, i thash unë i dërguar i Allahut, më shtrëngoi ose më kapi për dorë dhe më tha, dhe numëroi thot 5 të tilla. Dhe vazhdon i dërguar i Zotit i thoi në këshillën e tij të 4: "Wa ahsin wa ahib lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima." Duaj për njerëzit atë që dëshiron për vete, të jesh musliman. Duaj për njerëzit atë që dëshiron për vete, të jesh musliman. Çfarë do thot pjesa që duaj për njerëzit? Dhe çfarë duash për veten tënde fillimisht? Kjo është pyetja. Sepse njeriu, domethënë, siç thot profeti alayhis salam në një tjetër fjalë të tij, "Law yu'ta an-nasu bi da'wahum", sikur njerëzit tu jepej mbi bazën e pretendimeve dhe dëshirave të tyre, do të kishte të tillë të cilët do të pretendonin jo vetëm pasurinë, por dhe jetën, shpirtin e tjetrit. Atëherë ajo që duhet duash për veten tënde, ajo që duhet i kërkojsh Zotit, punosh për të dhe të jetosh për këtë shpërblim dhe atë mirësi, është xheneti. Duaj për njerëzit atë që do për veten. Pra duaj për njerëzit të jesh në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Duaj për njerëzit të jetosh si musliman. Ashtu si thot profeti alayhi salatu wassalam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani është ai prej gjuhës dhe dorës së cilit janë të sigurt të tjerët muslimanët, por dhe jo muslimanët. Domethënë muslimani është ai i cili ofron siguri, ai i cili ofron çiltërsi, ai i cili ka amanet, ai i cili nuk njeh në fjalorin e tij tradhti, nuk njeh në fjalorin e tij diçka e cila quhet mashtrim. Ai i cili jeton për Allahun e din që atë çfarë i ka shkruar Allahu dhe ka caktuar Zoti për të, me patjetër që do e kaloj dhe do e jetoj. Tregohet për sahabiun e nderuar Xhabir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dhe është një ndër ata persona i cili në jetën e tij, domethënë vazhdimisht thonte një ndër gjërat për cilat na ka marrë besën profeti alayhi salatu wasalam, ka qenë dhe fakti që nuk duhet ti mashtrosh krijesat e Zotit, pra duhet të jesh i çiltër me ta, kur të kërkon të jesh i sinqert, wa idha stansahaka fansah lahu, kur të kërkoj të jesh i çiltër dhe i sinqert me të, i till, thot profeti alayhi salam. Xhabir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu kishte një kal të cilin dëshironte ta shiste me një çmim që ai preferonte ta shiste. Dhe nuk ka ndonjë gjë nëse dikush mund të kërkojë një çmim mbi çmimin që meriton sendi ose gjëja, por me kush që jo të përdori në të mashtrimin. Pra jo fjala bjet i thuash tjetër nuk gjen më lirë se sa ky, ndërkohë që ti e din shumë mirë që të gjithë tjerët e kanë më lirë nga ajo që ti ofron. Dhe e ngarkon me këtë detyrë një punojës të tij. Shkon punojësi në treg për ta shitur dhe kali domethënë ishte i pashëm, ishte i mirë, ishte i lakmueshëm. Thotë dhe duke folur me klientin, ndër të tjerë i thot klienti: "O vëlla, a ka mundësi të mulësh domethënë me pronarin e vërtet, se mos ndoshta bim pazar me të dhe ma shat." Thotë kur shkoi tek Xhabir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, i thot: "Ore, kali është i mirë, po unë do të pyes ty si pronari i këtij kali, sa do e vlerësoje ti? Dhe nëse kish kërkuar 500, supozoj, pra sa e vlerëson thot ti?" 350 thot ky. Pronari pra i cili kërkon 500, kur e pyet se sa do ta blije ti për veten tënde, i thot 350. Me 350 do të marr dhe unë, ta gëzoj shtot i pafsh hajri. Pasi e blen, i thot punojësi pronarit, i thot: "Zotni, a më nxorrem treg dhe the shite 500, po tha thash. Po pse edhe me 350?
unë thash ta shesësh ti me 500. Po mirë, po pse ulet çmimin? Sepse ai më kërkoi tha të jemi sinqert. Më pyeti dhe më tha, ti vetë sa do ta blije? Dhe unë realisht kaq do të paguaja për këtë kal. Islami, i nderuar im, kur e ujit këtë besim, kur e ujit me ujin ose burimin, uji i cili vjen nga burimi profetik, ai zhvillon një pemë madhështore e cila përkthehet në gjymtyrët tua dhe përkthen vetëm vepër të dobishme në marrëdhënie me njerëzit. Duaj për të tjerët, duaj për njerëzit ato që do të dëshirojë edhe për veten tënde, në gjithçka. Mos të tundoj frika e varfërisë. Shpesh njerëzit do të thonë tundohen nga kjo pjesë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam kur e pa, e verifikoi, e hetoi sahabiun e nderuar, i cili po shiste në treg ose po tentonte të mashtronte të tjerët nëpërmjet një malli që ishte i lagur, miell i lagur, domethënë, çfarë i tha? Tha, apo mashtron, i tha i dërguari i Zotit, mazuri shiu bereqetin. Pra frika tani se nëse e humbas këtë mall ose nëse nuk e shes këtë miell ose këtë sasi mielli, domethënë, do vdesësh. Riskun ta jep Zoti, valla. Riskun ta jep Allahu subhanahu wa taala. Ne na takon ta kërkojmë, po ta kërkojmë prej halallit. Duaj për të tjerët atë që do të duash për veten. A do të doje që dikush të ta hidhte, të të mashtronte, të të shiste diçka e cila nuk vlen, diçka që nëse do ta hetoje ti, nëse do ta hetoje se është e tillë, nuk do ta blije, në mënyrë kategorike nuk do të dëshiroj. Atëherë, duaj dhe për të tjerët për atë njëjtën gjë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam i tha atij, por na u drejtua të gjithëve neve. Men ghasha falaysa minna aw man ghashana falaysa minna. Kush mashtron të nuk është prej nesh. Ose ai i cili na mashtron neve dhe nuk është prej nesh. Pra çfarë do thotë? Sepse ky humbet një sifat të padiskutueshëm tek besimtari që është çiltërsia. Siç pa t'i thënë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, ad-dinun nasiha. Feja është të qenit i çiltër, çiltërsia vet. Pra nasihati në gjuhën e fesës në gjuhën arabe është të kullosh mjaltin. Këtë do të thotë domethënë të jesh i çiltër, të jesh i kulluar. E pyetën dhe i thanë i dërguari i Allahut me kë? Me Allahun. Pra fillimisht të jesh i çiltër me Zotin në çdo marrëdhënie në fjalë apo vepër. Me librin e Allahut, në respektimin dhe në zbatimin e tij, interesimin për përvetësimin e këndimit të librit të Allahut, por krahas këtij interesimi që mos të mbetemi vetëm teorik, është shumë e rëndësishme pjesa e praktikës, të jemi të çiltër në zbatimin e librit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe aty kur ke alternativa të tjera të cilat nuk janë në librin e Zotit, por t'i ofron ligji i një vendi në cilin ti jeton, muslimani duhet t'i japi përparësi kushtetutës shpirtërore, që është Kurani, fjala e Zotit, dhe fjalët e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Me librin e Allahut, me dërguarin e Allahut, në respektimin që ti i bën dhe respektimi i tij i dërguarit të Zotit bëhet duke e pasuar në gjithçka ka urdhëruar dhe në gjithçka prej cilës na ka ndaluar apo aty ku ai na ka orientuar se është më e mirë. Me të parin e vendit dhe me muslimanët mbar, thotë. Pra kjo është feja e Allahut subhanahu wa taala. Të duash për tjetrin, të duash për të tjerët atë që dëshiron për veten tënde. Ka rregull më madhështor se kaq nderumit e mi. Ku mundesh ta gjesh? E pyetën një prej dietarëve të Islamit, Saidin al-Halabi rahimahullah, dhe i thanë, si ka mundësi që dy të pasur ose dy mbretër nuk mjaftohen me mirësitë që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, me perëndëritë që kanë, pra që kanë të gjithë pushtetin e mundshëm, nuk mjaftohen, kërkojnë të zaptojnë më shumë, të zjerohen më shumë, të kenë aktivitet politik akoma dhe më shumë, ndërkohë që dy të varfër, të cilët kanë një organ, janë hazër, janë të gatshëm ta ndajnë atë organin për gjysmë, vetëm e vetëm që të flenë që të dy ngrohet. Tha sepse
ky i pari ka rënë kriteri i kujt. Ka rënë kriteri se nuk don për të tjerët atë që don për veten e tij. Dhe duke mos dashur për të tjerët nuk ndjen dhe mirësinë në cilën ai ndodhet, por babzitet në mënyrë të vazhdueshme. A ka më? Ndërsa profeti alayhi salatu wasalam na ka njoftuar se njeriu, na ka treguar se njeriu, "Law kana libni Adam wadin min dhahab, latamanna ath-thani wa la yamla'u fahu illa at-turab." Si kur biri Ademit ta kishte një lugin me flori, përplot me flori, ai do ta lakmonte ta kishte edhe një dytë, dhe nuk ja mbyll gojën skërkuari dhe lakmuari njeriu vetëm se dheu. Domethënë, çfarë nën kuptohet me dheu? Që kur bëhesh prej banorëve të varrit nuk të hyn punë të gjitha këto të tjerat më. Je bër hasëm me dikën për materialin në cilën nuk vlen ke Allahu subhanahu wa taala as sakrahu i një mushkonje. Në ditë nuk të hyn punë më. Deri tek varri do të çoj, pasuria do të kthehet. Je bër hasëm me njerëz apo u ke marr hakun të tjerëve në emër të një lidhje gjaku që e ke ditë shumë mirë, që aty ku ti po operon je duke ndihmuar në haram. Lidhja e gjakut do të çojë deri tek varri, do të ta bëjë respektin, do të të çojë deri tek varri. Je zën, je grindur, je sagatuar me njerëzit për hatër të një shoqërie, që ti e din shumë mirë që veprimi të cilin po bën nuk është në favor të kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. E megjithatë je bër palë me të keqen. Shoqëria deri aty do të ta bëjë respektin. Çfarë do të mbetet me ty? Me ty do të mbetet vetëm puna jote. E akoma më shumë se sa puna jote publike, do të jetë puna që ka privatësi ose vepra që ke privatësi me Allahun subhanahu wa taala, që i din vetëm Allahu xhelle xhelalu dhe nuk ta din askush tjetër. Të duash për të tjerët ato që dëshiron për vete, do të thotë të përpiqesh. Edhe kur tjetri nuk ta kërkon një ndihmë, qoftë kjo materiale apo qoftë kjo shpirtërore, si rasti i këshillës, që nuk është diçka materiale, kur e din që mund ta ofrosh një të mirë dhe dëshiron të tregosh se ja dëshiron tjetrit ashtu siç ja dëshiron dhe vetes tonë të mirën, mos e kurse këshillën, mos e kurse orientimin, mos e kurse që ti tregosh tjetrit që shiko se jenë rrugën e gabuar këtu ku po ecën. Dhe kjo me dashamirësi duke i treguar domethënë se ja don të mirën, dhe jo duke i shprehur urrëtitjen dhe egoizmin tënd që mund dëshirosh për të triumfuar. Tregohet për dietarin e shuar dhe një ndër stërniprit e profetit alayhi salatu wassalam, Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Zainul Abidin krahas diturisë, krahas të qenit njëri adhurues ndaj Zotit xhelle xhelalu, i kish fal Allahu subhanahu wa taala dhe pasuri, por këto pasuri të cilën e kishte në xhep dhe jo në zemër, e ndante me të tjerët, por mënyra se si e ndante me të tjerët ishte shumë e habitshme. E ndante me të tjerët në një privatësi maksimale ku askush nuk e dinte se kush po e ndihmon. Si për të vërtetuar atë fjalën e të nderuarit imamit të madh Imam Shafiut rahimahullah, i cili thotë: sa dëshirë do të kisha pasur që dituria të cilën e përcjell të shkonte tek njerëzit pa mu zënë emrin në gojë as pak. Domethënë që nuk punoj për emrin tim, është qëllimi i Imam Shafiut rahimahullah. Dhe Zainul Abidin kur vdiq, ata të cilët morën për të larë xhenazën e tij, panë që në krahun e tij të djathtë kishte një shenjë të zezë. Pra, si të ishte një e goditur me kamzhik rujnë Allah. Për momentin u tunduan, pra u trembën, dhe thanë ne e njohim domethënë vazhdimisht si njeri adhurues, a mos është kjo vallë? Këto nuk duhet ta bëjë njeriu, duhet të mendosh mirë për tjetrin. Pjesë e mirësisë që i lakmon tjetrit është dhe të mendosh mirë për tjetrin. Dhe të mendosh mirë për tjetrin do të thotë të jetosh fillimisht me justifikimin e tjetrit. Ashtu siç do të dëshiroj që edhe të tjerët të justifikonin ty. Dhe teksa diskutonin me njëri tjetrin që si ka mundësi një diçka e tillë, sepse deshën ta komentonin që mos ndoshta është shenjë se Allahu subhanahu wa taala qen nga i zemruar me këtë person, foli e shoqja dhe tha: jam zotuar se nuk do të flas dhe nuk do të tregoj për veprën e tij,
Por sot që po mendohet, sepse nuk po akuzonte, kush po thjesht po mendonin që si ka mundësi të analizonin diçka, sot që po kërkohet të analizohet kjo gjurmë, jam e detyruar të flas. Për çdo natë ai ngrihej në darkë dhe i ngarkonte ushqimet të cilat do i shpërndante tek nevojtarët dhe i barte mbi shpinën e tij, duke mos lejuar që askush ta ndihmonte, askush të mos e ndihmonte, edhe pse kishte shumë punonjës dhe shërbëtorë të cilët mund ta bënin diçka të tillë, dhe duke mos pranuar ose duke mos lejuar që të kërkonte edhe ndihmën e kafshëve të cilat i kishte. Kjo domethënë sepse dëshironte dhe thonte duhet ta marr të gjithë sevapin vetë. Dhe më kish kërkuar me ngulm, pra isha zotuar se nuk do të tregoj për këtë gjë, por me qenë se ai sot ka vdekur, pra ja ka mbajt besën dhe fjalën, sot jam e detyruar të tregoj. Thotë dhe e kuptuan diçka të tillë fugarejt e vendit kur ai vdiq sepse u shkëput një ndihmesë e tillë. Të duash për të tjerët atë që dëshiron për veten, do të thotë t'ia ruash dinjitetin tjetrit kur ti dëshiron ta ndihmosh, në çfarëdo lloj forme qoftë ajo. Të gjesh mënyrën e ndihmesës ashtu siç do të dëshiroje për vete. Të edukohesh dhe të kulturohesh me mënyrën se si i flet apo se si i drejtohesh tjetrit. Në vend që ti thuash kam këtë gjë, desha me ta fal ty ose ta kam fal ty, mund të përdorësh një fjalë shumë bukur që a do e pranoje prej meje këtë dhuratë, sepse duke i dhuruar diçka materiale në këtë formë ti ke fituar dhe zemrën tjetrit. Dhe ne të nderuarit e mi kemi nevojë të unifikojmë zemrat tona para se të afrojmë trupat tanë. Trupat tanë vjen dita dhe do të ndahen detyrimisht, por zemrat të cilat kanë jetuar me frikën ndaj Allahut, me korrektësinë ndaj ligjit të Allahut subhanahu wa taala, nuk ka gjë që t'i ndajë edhe kur ndahet fizike që është trupi. E lusim Zotin xhelel xhelalu, Zot na falë, na mëshiro, na bëj prej tillëve, na bëj prej tillëve të cilët ecin në rrugën e drejtë, na bëj prej atyre të cilët ua dëshirojnë diçka të tillë dhe të tjerëve. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Të nderuarit e mi, konceptin të cilin duhet ta ndërtojë njeriu tek vetja, veçanërisht besimtari, veçanërisht muslimani, është që fakti që nëse Zoti të don, ashtu siç na mëson profeti alayhi salatu wasalam, kur Allahu e don një rob, e përdor për mirë. Nëse Allahu të don, të përdor për mirë. Mos e mbyll këtë derë të mirësisë të cilët mund të ta ketë hapur Allahu subhanahu wa taala, të kontributit, cili do qoftë ai kontribut, por që ta ka dërguar Allahu tek dera për të fituar sevap. Kur mos shpreh shfryrje, mërziti, cila do qoftë kategoria e mërzitisë, se tjetri të trokiti derë, apo tjetri kishte nevojë për ndihmën tënde, cila do qoftë kjo ndihmë. Dëshiro për tjetrin atë që do të dëshiroje edhe për vete, të jesh musliman, thot profeti alayhi salatu wasalam. Pra hadithi ka filluar me emërtime të ndryshme derisa ka arritur në këtë gradë, të jesh musliman. Pra të jesh musliman i dorëzuar. Pra çfarë do të thotë musliman? Të jesh njeri i dorëzuar dhe i nënshtruar ndaj urdhëresave të Allahut subhanahu wa taala, i vetëpërmbajtur ndaj ndalesave të Zotit të gjithësisë dhe të dërguarit të tij. Ndaj të nderuarit e mi, kështu duhet jetojë muslimani. Me këto edukata dhe me këto mësime, orientime duhet të jetojë muslimani. Nuk duhet asesi ta marri vala e jetës, ta marri hutia e saj, dhe t'i kthej shpinën të mirës. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. E kush thot Allahu xhelle xhelalu, ja kthen shpinën dhikrit tim, jo vetëm përmendjes,
po kush ja kthen shpinën ligjit tim, ai do të ketë një jetë vështirë. Ndërsa në ditën e Kiametit, rujnë Allah, ne do të ringjallim atë të verbër. Ai do të thojë, Zoti im, përse më ringjallë dhe përse më bashkove më të bove të verbër, ndërkohë që në dynja kam pas pa me sy. Zoti drejtohet dhe i thotë, qala kadhalika atatka ayatuna. Kështu ty tu parashtruan argumentet tona. Kështu ti dëgjove argumentet tona, por i harrove dhe ja nashkalove ato, dhe kështu dhe sot do të harrohesh dhe do të nashkalohesh. Pra si do të harrohesh? Ashtu siç i leja jetët e Allahut subhanahu wa taala. Zgjodhe të mos veprosh me to. Zgjodhe ti hedhësh pas krahëve sikur nuk ekzistojnë edhe pse e din mirë për ekzistencën e tyre dhe për ato që ato përmbajnë. Ndaj nderuarit e mi, gjithse i cili duhet të reflektojë me veten. Nuk është nevoja të reflektojsh publikisht apo me të tjerë, por me veten tënde. Dije se kur të vdesësh, me vdekje gjithë dynjaja në të njëjtën kohë me vdekje gjithë dynjaja, ti do të përjetosh vdekjen tënde dhe jo vdekjen e gjithë dynjas. Ditën kur të gjithë do të qëndrojnë përpara Allahut subhanahu wa taala për të dhënë llogari për gjithë çka kanë vepruar, punuar, folur apo heshtur ndaj saj, të gjithë do të qëndrojnë, por gjithse i cili do të ketë hallin dhe brengën e tij. Askush nuk do të bart brengën dhe hallin e tjetrit. Madje edhe profetët në ditë, gjithse i cili thot profeti alayhi salatu wassalam do të thojë nefsi im, vetja ime, përveç kur të arrijnë tek i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë që çdo profet e ka patur një lutje specifike, pra se lutjet e profetëve inshallah janë pranuara, por një lutje specifike, pra dhurat prej Zotit që të mund ta bënte atë. Të gjithë e kanë konsumuar, unë e kam ruajtur këtë lutjen time për ditën e Kiametit që është shefahati apo ndërmjetësimi tek Allahu subhanahu wa taala për gjunafqarët. Dhe kur shkojnë njerëzit në ditë tek i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, po thot, unë e kam një përgjegjësi apo një privilegj të tillë prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse të gjithë do të qëndrojnë përpara Zotit, por gjithë secili do të qëndrojë me hallin e vet. Ndaj reflekto personalisht, individualisht dhe përktheje tek të tjerët në marrëdhënie me të tjerët. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë o Zot në moralet e larta të nderuarit ton Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot ta vëmë ato në shërbim të fesë tonë. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah për çdo sëmur Allah shëroje, për çdo stresuar, përngosur, të munduar nga hallet e brengat e jetës, Allah ndihmoje. Për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Na furnizo Zot prej hallallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot prej haramit, aq sa ke larguar lindje nga perëndimi dhe bëj ato të urryer për zemrat tona. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah të na përdorësh për mirë, për përhapjen e të mirës, na bësh flamurtar në të drejtën, në të saktën, në ato që ti don. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah ta bësh Kur'anin famlar pranver, ashtu si pranvera për stinët, pranver për zemrat tona. Bëj ato kushtetues dhe prijes në jetën tonë. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah të na tubosh me pasuesit e Kur'anit dhe të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah sikurse na mundsove të mblidhemi kënd vetëm begat. Me madhëruar madhërinë tënde na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin ton, të mblidhemi në Firdaus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤاد